Kuvendi i Shqipërisë ka ndërprerë punën për 55 ditë duke vendosur të rikthehet në 20 maj pas një sesioni të mbushur me diskutime dhe ndryshime të rëndësishme ligjore. Kryeparlamentarja Elisa Spiropali theksoi rëndësinë e dialogut politik për realizimin e synimeve të Shqipërisë për anëtarësimin në Bashkimin Evropian. Dhe mbyllja e negociatave teknike brenda vitit 2027 ka mbështetjen e institucioneve evropiane një zëri. Gjatë kësaj legislature pothuajse ka përfunduar procesi i vettingut, i cili ka nxjerrë nga sistemi i drejtësisë rreth gjysmës së trupës së gjyqtarëve dhe prokurorëve. Përveç racionalitetit dhe impaktit në sistem, vettingu e bëri reformën drejtësi një referencë për konsolidim në institucioneve të tjera demokratike në shoqërinë shqiptare. Ne duhet vijojmë të thellojmë dhe të garantojmë rritjen e vazhdueshme të integritetit të institucioneve të drejtësisë. Në seancën e fundit, Partia Demokratike kërkoi ndryshimin e rendit të ditës dhe propozoi zgjedhjen e avokatit të popullit, por kjo kërkesë nuk u miratua. Mungesa e konsensusit mes majorancës dhe opozitës bëri që ky proces të mbetet pezull deri pas zgjedhjeve të 11 majit. Në aspektin tjetër, Kuvendi miratoi emrat e rinj të Këshillit Drejtues të RTS-s pas një dakordësie mes PS-s dhe PD-s. 10 anëtarët e rinj përfshin 5 përfaqësues të opozitës dhe 5 të majorancës, ndërkohë që u zgjodhi kryetari i ri i Këshillit, Fatjon Hoxhalli. Ky ndryshim erdhi pas shkarkimit të anëtarëve të mëparshëm të Këshillit për shkelje të procedurave të konkursit për drejtorin e përgjithshëm të RTS-s.